Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Të respektuar teleshikues, ju përshëndesim kudo që jeni, nga do që na ndeshni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Popujt e Kur'anit është emisioni që na bashkon, emisioni që takohemi për çdo javë për të shtjelluar me rrëfimet kuranore për popujt që kanë kaluar, që Allahu Gjelle Gjelaluhu historinë nuk e shkruan në librin e tij pa nevojë, por ajo është mësim, ajo është edhe aktualitet, ajo është mënyrë e mësimit në metodë të shkurtuar për popujt që kanë kaluar me shekuj, të cilat ne mund t'i marrim në pak fjalë, në pak rrëfime dhe mund t'i dim epilogun e tyre, përfundimin e tyre dhe mund t'i dim cilat janë përparësitë realisht të adhurimit të Allahut, të njohjes së Allahut, por edhe në të kundërtën cilat janë mangësitë, cilat janë pasojat nëse nuk përfillet Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pra në librin hynor përmenden popujt për arsye besimi, për arsye lidhje mes tokës dhe qiellit, për arsye të njohjes së robit, të njeriut, Zotin e tyre dhe kësaj pra ne marrim mësimet më të duhur aty. Jemi që sa javë me Musajin a.s. Ndoshta mund të duket që është zgjatur shumë, por do të jeni të bindur se e kemi shkurtuar rrugën maksimalisht sa është e mundur, se fundja Musaji a.s. është profeti që më së shumti përmendet në librin e Allahut, dhe kthesa e madhe që bën në një aspekt me rrënimin e një dinastie të madhe diktatorësh të faraonëve, dhe në anën tjetër me peripetit që i ka pastaj me Ben Israelit, e ne në këta të fundit pra nuk jemi zgjatur shumë dhe sonte po japim fund. Në fakt nuk do të flasim më për Musajin a.s. dhe për Ben Israel, por duhet të përmendim disa prej ndodhive që janë interesante, që i ka përmendur Allahu dhe që është po ashtu me interes të thuhet. Gjatë periudhës sa Musaji a.s. udhëhoqi Ben Israelit, ai ishte një periudhë jo shumë e shkurtë kohore, ai njeri pati peripeti të shumta dhe për të treguar më së miri atë që mund të thuhet për Musajin a.s. dhe për jetë përshkrimin e tij me Ben Israelit pas ta quajmë çlirimit, pas largimit nga Egjipti dhe pas rënjes së diktaturës së madhe të faraonit, e cila në parim do të dukej në aparencë si ditët më të mira të jetës së Musajit dhe Ben Israelve, si ditët ku ata do të ishin populli më i lumtur, se pan argumentet e Allahut se si po ndihmohen të qahet deti të shpëtosh, dhe në atë qamje të detit ti të kalosh e të fundoset ai që po të ndjek, po të përndjek, po të largon nga vendi dhe nuk ka lënë rahat, të ka çndëruar gratë tua të popullit tënd dhe ka vrarë fëmijët e tu, ka masakruar, ka bërë çfarë ka bërë, në vend se kur të çlirohesh për këtij armiku kaq të madh, tëndit dhe të besimit tënd, dhe të arrish të korrësh fitore, më të vërtet të duket se këta njerëz do duhet të vdesnin të gjithë në sejdë, në formë të nështrimit dhe adhurimit ndaj Allahut Gjelle Gjelaluhu. Mirë po njeriu po mbet ka njeri, egon e ka me vete dhe kështu pra. Ne i pam disa prej problemeve që përkundër që Musaji a.s. ishte një profet pa libër deri më tani, dhe ai shkoi për ta marrë sipas premtimit të Allahut Gjelle Gjelaluhu librin Tevratit, dhe ne kemi përshkruar atë pjesë, atë ngjarje, dhe kur u kthye ghadbane asifa, i hidhruar, i nevrikosur për lajmin që kishte marrë se Beni Israelit kishin filluar të adhuronin
diçka tjetër pos Allahut, që mundoshin që të afroheshin tek Allahu me një veç që e ndërtuan me durët e tyre. Sa që kjo solli edhe mos pajtim mes tij dhe vllajt e tij Harunit, i cili akuzohej prej Musait alayhis salam se nuk e ruajti e mirë popullin e tij deri në këtë mas. Ndër tjerat, ne kemi përmendur se ata u ndalën diku, shkuan diku, por ku? Gjatë kësaj periudhe kohore, ju kërkua Musait alayhis salam të bënte një hap shumë të madh. Të ndodhte një çlirim shumë i madh që prej kohës së Jakubit alayhis salam, që kishte marrë fëmijët, djemtë e tij pra, dhe kishin shku në Egjipt tek Jusufi, pas ftesës së tij, ata kishin humbur taktin me vendin e shenjtë, me Kudsin. Dhe tash, pas këtyre viteve shumë, që pra periudha prej Jakubit alayhis salam deri te Musa alayhis salam është e gjatë, dhe ata thamë bitë e Israilit, bitë e Jakubit pra, u shumuan, u rritën dhe u bën shumë në Egjipt, e që i bie se është interval i gjatë kohor dhe rrjedhimisht edhe është shkputje e gjatë mes tyre dhe vendit të shenjtë të Kudsit ku ata do të ishin në Palestinë pra. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu kërkon prej tyre që ata të futen tashmë atë. Por të futen ai vend nuk ka mbetur i pabanuar. Kanë ardhur popuj të tjerë që e kanë banuar në vend dhe janë shtrirë aty. Allahu tash kërkon që ju të hyni. Ju do të jeni trashëgimtar dhe ju duhet të jeni aty pjesë e atij vend banimi dhe atij vendi ju duhet t'i dëni Zot edhe ta merrni nën kujdesje, nën mbikëqyrje Kudsin. Kjo çështje edhe në ditët e sotme vazhdon të jetë çështje më e nxehtë politike globale, pra që prej atëherë ka këso interesime për të. Allahu xhalla xhelaluhu kërkon prej Musait alayhis salam dhe rrjedhimisht prej Beni Israilit që tash të futeni në detyra tjera. Është interesante, pra sikur që Allahu i ka thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kur kryen një punë, nis një tjetër. Synoje Zotin tënd. Kur ju shpëtuat nga faraoni, tash hajde të përdoreni për fen e Zotit, për interesin fetar. Dhe ju do të bëni tash një ballafaqim. Ju bët një ballafaqim më herët me faraonin, tash do të bëni një ballafaqim tjetër me disa të tjerë që fundja kauza është e njëjtë. Edhe Musa alayhis salam ishte profet, nuk ishte çështja vetëm të çlirohen nga dhuna dhe përdhunimi, persekutimi që i ndodhte Ben Israilëve, por edhe të rregullonte besimin monoteist. E tash është koha që ju ta bëni mbikëqyrje Kudsin, jo të jetaj në duar të popujve, të komuniteteve që janë idhujtare, që nuk ju takon në asnjë mënyrë që ata të menaxhojnë me shtëpinë e madhe aty, me qendrën e madhe, me xhamin El Aqsa, pra që është xhami e vjetër, më e vjetër se ajo është Çabja, ama është e vjetër shumë edhe ajo. Dhe tash ju kërkohet atyre ndihmë në kuptim, pra kërkohet që të bëjnë luftë, sikur që ka thënë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Është bërë obligim për ju lufta dhe pse ajo është e papëlqyer të ndodhë. Me fjalë tjera, në çdo variant ju mund të imagjinoni se si do të sillet tash një popull ndoshta i cili e ka arrit me rezistencë këtë liri që e kanë tani. Dhe ata janë në gjendje që të mbrojnë dhe të zgjerojnë, të kthehen ku duhet, sepse ata vetëm janë çliruar nga ai që po i përndjek, akoma nuk kanë ku të sillen. Dhe kur kërkohet atyre luftë të ballafaqohen,
ata dëgjojnë se atje janë në Quds disa njerëz, pra në komunitet, që janë shumë të fuqishëm. Dhe vërtet kanë qenë të tillë. Dhe janë edhe me me trupa të mëdhej dhe njerëz që nuk mund të mobilizohemi për ta. Në anën tjetër këtu tregohet tash një pjesë e frikës, e cila jo lehtë shpjegohet, pra, jo lehtë edhe arsyetohet. Ka një dozë jashtëzakonisht të madhe të frikës që të ballafaqohen me atë armik të zonë për të çliruar vendin që po kërkohet prej Allahut xhallal xhelaluhu nëpërmjet Musait alayhis salam. Me fjalë tjera, ata hezitojnë dhe nuk e pranojnë një gjë të tillë. Derisa Musa alayhis salam dërgon 12 burra për të vëzhguar terrenin për të pasur se si është gjendja, ata kur sjellin lajme, kur sjellin habere për atë që kanë pa aty, në fakt tyre ju futet frika edhe më tepër. Dhe nuk janë në gjendje absolutisht i përgjigjen thirrjes së Allahut për luftë. E kushtrimit për luftë në fakt në çdo vend, në çdo popull, nuk janë të gjithë të aftë të nënshtrohen, të përgjigjen, ta përfillin e tjera. Kjo çdo herë ndodh, por edhe të jenë deri në atë pas mos ketë një elitë të patriotëve, të cilët e dinë se bën të jepet jeta për diçka që është kaq sublime, kaq e madhe, siç është kthimi në shtëpinë ku ju takon të jenë ata. Dhe në fakt ata hezitojnë, e Allahu xhallal xhelaluhu kur e sheh se e kanë një gjë të tillë, pra të kryme dhe nuk janë në gjendje ta përfillin Allahun dhe t'i përgjigjen për luftë, atëherë u ndalon për 40 vite që ata të sillen të hyjnë në Quds. Pra s'kan drejt as të shkojnë në atë vend. E 40 vite ata janë endacak. Herë në atë vend, herë në vendin tjetër. Dhe kësaj pra zhvillohet populli, zhvillohet daveti, por zhvillohen edhe dukurit negative në mesin e tyre, sepse ka fillu që ata në vend se të jenë të falenderuar, sepse ata thjesht një ditë, pra s'po them një ditë me ditë, por pak kohë më përpara, ata ishin të mbytur, të vdekur. Ishin që të gjithë të zënë nga faraoni dhe ushtria e tij. Për ballë kishin detin, nga shpina kishin faraonin me ushtri, nga të dyja anët ishte mbyllur dhe s'kishin katë ambanin. Nuk janë në gjendje që ta shohin me sytë e tyre atë madhështi, atë ndihmë kaq të madhe të Allahu xhallal xhelaluhu që me një të rënë me shkop Musa alayhis salam detit të ndahet në 2 pjesë. Dhe këta të jenë pastaj falendërues për këtë. Këta ashtu kështu ishin të vdekur, tashmë janë të gjallë. Dhe janë të gjallë falë shkafit, janë të gjallë falë ndihmës së Allahut, që e kanë pa me sytë e tyre. Pse të mos i besojnë tash që kur Allahu të thotë futu në këtë luftë, me thënë, po ky Zot është që na ndihmoi kundër faraonit, çfarë dinastie të madhe, të fuqishme, po aty ai dhe ta rrëzoi para syve tu. E tash nuk jenë në gjendje ta shohësh këtë realitet, por ja, kështu janë. Do të thotë ata tash hezitojnë dhe nuk pranojnë të futen në luftë për 40 vite, pra enden aty këtu. Pra thuhet që në këtë periudhën 40 vjeçare ka ndodhur pra dhe kjo çështja e zbritjes së Tevratit, ku u pa se kërkuan që t'jenë një 70 persona që do të dëshmojnë zbritjen e Tevratit, pra sepse nuk besojnë që të vijë Musa alayhis salam vetëm i tillë, pastaj i kërkojnë hajtë ta shohim edhe Zotin direkt, e tjera për kërkesa pas kërkesave, se nuk e pa në Zotin në deti, nuk e pa në Zotin tek ato argumentet e një pasnjëshme që këtyre nuk ju ndodhin faraonit dhe pjesëtarëve të tij ju ndodhin. Ato ishin të shumta, ato ishin që i kemi përmendur disa herë. Me fjalë tjera, një popull që tregon jo gatishmëri dhe jo seriozitet para
kërkesave të Allahu xhalla xhelaluhu. Në një periudhë kohore sikur kjo do të ndodh edhe vdekja e Harunit. Vdekja e Harunit që do të jetë një goditje jashtëzakonisht e madhe, prandaj po përshpejtojmë dhe po shkurtojmë tërë këtë ngjarje. Është një goditje shumë e madhe për Musajin alayhis salam, sepse Haruni, sikur që e kemi përmendur edhe më herët, ka qenë orator ose gojtar më i mirë se Musai alayhis salam. Dhe Musai kur u dërgua për pejgamber që të komunikonte besimin, thirrjen për besim në Zotin një, ai vetë kishte kërkuar që të shoqërohej në këtë detyrë me Harunin, për shkak se ai është afsahu minni kalaman, ai flet më bukur, flet më rrjedhshëm. E Musai kishte probleme në të folur. Pra, edhe në këtë periudhë kohore tash, ata bënin davet. Dhe bënin davet shumë, sa që kishte edhe suksese, kishte edhe besimtar të mirë, kishte besimtar shumë të sinqert, por ne flasim për atë shumicën absolute të tyre, më shumë dilnin që refuzonin dhe gjërat e tilla. E tash Musait alayhis salam çdo ditë më tepër po i vështirësohet jeta në raport me Beni Israelit, kur në një farë formë mbetet tash i vetëm, mbetet pa vllajën e tij të madh, mbetet pa mbështetjen kryesore për njerëzve që kishte, dhe kësaj pra i kishte vetëm disa besimtar të sinqert që ishin përmendet për shembull dhëndri i tyre, këta gjasat janë që e kanë pas një motër që është quajtur Maryam, pra Musai dhe Haruni, dhe burri i saj ka qenë një besimtar shumë i fuqishëm i Allahut, një musliman i nështruar, besimtar i Musai dhe i Harunit dhe ndihmues në çështje të thirrjes dhe zhvillimit të davetit kësaj. Pastaj vazhdojnë peripetit, por rruga e udhëzimit dhe thirrjes në udhëzim nuk duhet të ndalet. Do të bëjmë këtu një shkputje të shkurtër, do të shohim se çfarë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Musa alayhis salam, cilat ishin edhe disa prej vështirësive dhe problemeve që ai pati me popullin e tij, dhe do të flasim po ashtu edhe për përfundimin e tij. Qëndroni me ne, do të kemi pas pak. Rikthehemi të respektuar teleshikues, dhe Musa alayhis salam me popullin e tij po kalonte momente jo të lehta, ishte interesante, dhe këto janë ato që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se njerëzit më të sprovuar janë profetët, dhe në këtë nuk ka dyshim. Është interesante, përmend një dy respektivisht ngjarje ose hadithe që do të shihnim se si Musa alayhis salam ka qenë i perceptuar në vetë imazhin e pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është ngjarja që transmeton Imam Buhariu, Imam Muslimi nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka ndarë diçka prej pasurisë në një moment, dhe një njeri ka thonë inna hadhihi laqismatun ma urida biha wajhullah. Ai ka fol jo në prani të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë ka thonë në këtë mënyrë se si po ndan, se si po e menaxhon pasurinë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, nuk është duke u shënu Allahu, nuk është e drejtë pra. Fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pra Abdullah ibn Mas'ud thot, fa akhbartuhu fa ghadib. Thot era tek pejgamberi tregova se çfarë po flasin njerëzit, ai u hidhru, u nëvrikos, thot hatta ra'aytu al-ghadaba
fi wajhi, dhe deri sa hidhrimin thot e vrejta shumë, të qasë shumë në ftyrën e tij. Thumma qal, dhe në atas tha, Yarhamullahu Musa, qad udhija bi akthara min hadha fa sabar. I bie ndërmend Musa a.s. thot, është mundu Musa a.s. edhe më shumë se kaq dhe ka bë durim. Populli jot të cilin ti e ushqen, të cilin ti e menaxhon, të cilin ti e pasuron, të ketë dyshime në drejtsinë tënde, thuaj se ti atë po e drejton, për shembull këtë as pasurinë ka familjarët e tu, i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka pas padrejtësi, brenda thojë apo e them, në ndarje të pasurisë, të plashkës së lutës. Ka ndodhur kjo edhe pas limit të Mekës. Por nuk ka ndodhur kjo padrejtësi në emër të nepotizmit, në emër të interesave personale. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka dalë prej kësaj bote i varfër. Nuk ka pas pasuri, s'ka pas çfarë të trashëgoj. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka dalë prej kësaj bote pa pas ndonjë shtëpi të mirë, komode të banimit, por kohën e vet po flas. Dhe nuk dihet që dikush prej familjarëve të tij është pasuruar. Madje e ka pasur të ndaluar që të marrë zakatin, për shembull, apo sadakat e ndryshme, lëmoshat. Kësisoj pra ka qenë. Atë padrejtësinë që po e them e ka bërë me strategji. Ka ndodhur që dikujt i ka shpërnda, si në rastën e luftës së Hunenit, pas lirimit të Mekës, fitojnë muslimanët, fitojnë një pasuri jashtëzakonisht të madhe, dhe ai fillon t'ju shpërndaj pasurinë dhe merr me mend Ebu Sufjanit, i cili kishte 2 javë pak diçka që kishte pranuar Islamin, pra që kishte vetëm 2 javë që kishte pranuar Islamin, por ato 2 javë atë periudhën para 2 javë ai ishte armiku kryesor dhe komandanti i shumë luftave të tjera kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në pas luftës së Hunenit i dha 100 deve. Ndërkaq plot prej besimtarëve të Medinës, që e kishin strehu pejgamberin dhe sahabët e tij sallallahu alaihi wasallam në Medinë, kishin nda pasuritë e tyre, shtëpitë e tyre për shembull, nuk i kishte shpërblyer. Pra, ka ndonjëherë strategji, sepse duhet dhënë atij më shumë se sa këtij tjetrit, por jo të thuhet se nuk e ka synim ta pajtoj Allahun ose nuk e bën fi sebilillah ose kësaj. Pra duhet të kemi kujdes se mund të ndodhin gabime të tilla, por ato mund të jenë gabime strategjike që liderit duhet t'i besohen kur i besojmë fetarisë ti, patriotizmit ti, edhe jo ne ta marrim në pyetje ato në çdo kohë, moment, çdo çast për veprimet që ai bën dhe ne t'ja kontestojmë ato mendime apo veprime. Sido që të jetë, thot pejgamberi alayhis salam e freskon vetveten me Musain alayhis salam, thot Musa edhe më shumë se kaq është sprovuar, por ka duruar. Është interesant pra hadithi tjetër që po ashtu transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon thot për Musain alayhis salam, thot ka qenë njeri thot shumë me turp të lartë, në kuptimin turpi, kudo që është e peshon dhe jep vlera njerëzore njeriut. Dhe ka qenë thot si tirën, la yura min jildihi shay'un istihya'an minhu. Interesant thot është, kush nuk ka mund të shoh nga trupi i Musait alayhis salam lëkurën e tij. Pra nuk ka zdadhur nga turpi që ka pas. Subhanallah, kjo është tepër interesante. Vlerat ku janë. Sikur në vendin tonë të nderuar teleshikues ku nga mosha e prindërve tanë, respektivisht gjyshërve tanë, që unë të tillë kam takuar dhe babain tim, i cili kur një nuk ka vesh këmish me krah të shkurtër. Ai personalisht. Madje e ka pas të papëlqyer një gjë të tillë për njerëzit e kohës tij. I ka mirë kuptuar dhe nuk i ka trajtuar keq. Për shembull, vetë ne edhe hoxhallarët e rinj veshim majica, veshim këmisha, nuk është ndaluar një gjë të tillë, por ata kanë pa fetarinë e tyre edhe më të theksuar se sa
që dikujt mund t'i shkoj mendja ndoshta në gjëra tepër të imta, dhe ajo që mund t'jetë e lejuar për dikën mund bëhet e ndaluar. Dhe e di që në të njëjtën kohë babai im, pra kur shihte ndonjë plak me këmishë krah të shkurtër, e shihte si njeri jo shumë serioz, si njeri shumë jo shumë edhe mos them të moralshëm, por i dukej sikur ka filluar që të lëshoj rrugën e pedanterisë dhe fetarisë dhe moralit të lartë në përgjithësi. Kësisoj Musa a.s. pra kur njëherë kërkush nuk ja ka pa lëkurë. Interesante shumë. Qaq ka qenë njëri i turpshëm. Mirë po, filluan thot Ben Israelet fa adhahu men adha min Beni Israele fa qalu. Thot shumë prej Ben Israelve thot kanë qenë ata që kanë thonë ma yastatiru hadha at-tasattur illa an min ghaibin bi jildihi imma baras wa imma udra. Kanë thonë wa imma afat wa inna Allah arada an yubarri'ahu mimma qalu li Musa. Thot ai ka sigurisht ndonjë problem. Ose ka atë smundjen e lëkurës që ndron ngjyra, tash nuk po kujtoj emrin, ose ka ndonjë ilet, ka ndonjë problem që rri kaq shumë i mbyllur, kaq shumë i veshur, kaq shumë i përmbajtur që të mos i shihet lëkura. Musa a.s. nga turpi e bën një gjë të tillë, ata akuzojnë për të sëmurë. Mirë po, ajo që hadithi është i gjatë dhe unë po e shkurtoj në shpjegim, ndodhë që një ditë prej ditëve thot ka qenë izoluar shumë nga njerëzit dhe ka dashur që të rrezitet. Në kuptim pra i ka hek teshat, ka qenë në shkretir dhe është i kalon dikun në një guri teshat, kur në një moment prej momenteve, e krynat, çështjen s'ka pas njeri aty, ka qenë shumë i izoluar, pra për këtë edhe duhet të përmendim atë që flitet shpesh herë të çështja e a me shku në Bregdet apo mos me shku në Bregdet, apo lejohet a nuk lejohet, a bën të rrezitime apo jo, bën, lejohet, por jo para syve të njerëzve. Që ky Musa sa, domethënë i devotshëm, sa i përmbajtur, sa konservator ta quajmë, pra që ka rrezit. Që ka desh prej teshave të veta, por dikun ku është krejtësisht izoluar. Ne pse flasim për Bregdetin dhe shkumjen në Bregdet dhe dukemi si kur jemi kundër, jo që jemi kundër Bregdetit dhe shfrytëzimit të rrezeve të diellit që janë shumë të nevojshme për krejt ne, që krejt vuajmë nga mungesa vitamines D e tjera, pra nuk ka këtu problem. Problemi është zhveshja para syve të njerëzve. Kjo është çështja. Dhe kjo nuk duhet të lejohet në asnjë mënyrë. Tash Musa a.s. po i rikthehemi, kur dëshiron të kthehet dhe dëshiron të vishet, është interesante, guri ka humb me gjithë teshat e tij. Hulumton dhe fillon ta thrasë gurin, o gur, mi sjell teshat. Vrapon, pastaj dhe sigur kjo ka qenë një mrekulli tjetër, dhe ai largohet pas gurit, i cili i fshihet atij, sikur i duket që është në tokë, sikur duket që lëviz dika, por ai duke ec, pa hetuar nga turpi, veç arrin tek mesi i njerëzve të cilët në një moment do ta shohin të zhveshur. Edhe kur shohin të zhveshur, shohin një lëkurë jashtëzakonisht të shëndosh, jashtëzakonisht të mirë, të pastër, të lamët, që Allahu këtë ka bërë të qëllimshme dhe shfaqet guri e vishet Musa a.s. shumë shpejt. Allahu në Kur'an e përmend pikërisht këtë kur thot ja ejuhalladhina amanu, o besimtar, pra la tekunu kalladhina adhaw Musa, mos u bëni sikur ata që e rënduan Musa'in a.s. fabarra'ahu Allahu minhu wa kana 'inda Allahi wajiha.
Allahu pastaj e pastroi nga akuza që ata i bën. Allahu deshit t'ju tregoj se Musajin e keni shumë të moralshëm, e jo të sëmur. Pra, sikur ne që dëshirojmë t'i themi dikujt, gratë tona, motrat tona, që kanë shami, nuk është se i kanë problem veshët e tyre ose flokët e tyre. Nuk është se ato kanë ndonjë defekt të caktuar që duhet të mbulon, por kërkesa Allahu xhelaluhu që të mos shfaqet trupi me bukurit është e tillë dhe ato respektojnë. Pra edhe atyre ju vjen nxet verës. Edhe ato kanë mundim, por jo ne t'i akuzojmë ose s'bën hiç të lejo të akuzohen se janë të paguara ose janë misionarët e dikujt tjetër për qëllime të ulta, sikur që mendojnë shumë prej njerëzve. Allahu na përmirësoj gjendjen tonë. Ky sisoj pra Musa alayhis salam sprovohet pra edhe në këtë, dhe këta janë pra populli që i shpëtoi, por filluan ta përgojojnë, e harruan atë torturën e faraonit, dhe prej tyre kishte besimtar, por këto ishin ngjarjet më interesante që përmenden. Ajo që e thonë vetë historianët, fatkeqësisht, Beni Israel përmenden shumë në këtë periudhën pas Musait alayhis salam në Kur'an, por që është interesante, përmendja aty në Kur'an nuk është nga aspekti pozitiv. Përmenden në aspektin negativ shumë. Ndërkohë që aty ka shumë vend për tu lavdruar shumë prej tyre. Ne do të përmendim tash edhe për profet tjerë, që me Beni Israil nuk do të shkputemi, do të shkputemi vetëm me Musa alayhis salam, dhe ne nuk jem kundër Beni Israilve, asesi, kur njëherë. Përkundrazi ne i duam shumë Beni Israilit. Si i duam? Ne i duam se Musa ishte ai. Vet Jusufi ishte biri i Israilit. Ne e duam Davudin, ne e duam Sulejmanin, ne i duam të gjithë ata profet, ne e duam Imranin, ne e duam vajzën e tij, Mariemen, ne e duam djalin e saj, Isain, i duam të gjithë. Dhe ne po i përmendim këta që janë të famshëm me emrat e tyre, por ka shumë që nuk janë të përmendur me emra, por ibadetet e disa prej njerëzve nga Beni Israelit janë të përmendur në për hadithe. Ne gjithë ata i duam. Pra ne nuk kem problem të komuniteteve, ne kem problem me besimin dhe mosbesimin. Pra kur përmendet Beni Israelit në kontekstin e refuzimit të fjalës së Allahut, të profetëve të tij, këtu e kem të lash. Ne këtë të lash e kem edhe ndoshta edhe me prindrit tanë, edhe me vëllezërit tanë, edhe me familjarët tanë, kur është çësia me Kur'anin që nuk janë korrekt në këtë drejtim. Por asesi t'ja marrim mërzi dikujt vetëm për çështje nacionaliteti ose gjë të tilla. Ajo që është reale, që është përmend, që është e njohshme në histori, është reale, dhe kësaj atë që ka përmendur Allahu, edhe ne do ta kujtojmë. Dhe pas kësaj Musa alayhis salam vdes dhe mendohet një ngjarje që kur ka ardhur meleku i vdekjes, ka refuzuar Musait t'ia dorëzoj shpirtin. Dhe i ka thënë, është larguar meleku i vdekjes, i cili, pra i kishte thënë se mu më ka qu Zoti me ta marrë shpirtin, thotë jo. Meleku i vdekjes e ankohet Allah, thotë robi yt Musai nuk pranoi që ta dorëzoj shpirtin e tij, thotë nëse kësisoj, thotë thuaj, shko edhe një herë dhe thuaj Musait alayhis salam, kap një lop dhe sa të kap prej kimeve të saj, në lëkurën e saj, dora, mbaj, numëroj ato kime, sa janë, aq vite ymër do të ketë. Dhe ashtu veproi. Musa alayhis salam, kur e kuptoi një gjë të tillë, tha, e pastaj çka ka, tha, prap ka vdekje. Tha, nëse është kështu, atë më mirë tash se sa më vonë. Dhe përfundoi jeta e tij, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
Muhamedi a.s. pra, e përshkruan thot sikur duke kaluar nga një vend thot e di edhe sakt ku është i varrosur Musai a.s. pra për vendin e tyre. Kjo sisoj pra në një mënyrë apo tjetër pejgamberët njihnin vlerat e tyre të njëri tjetrit dhe Musai a.s. mbetet një legjendë e madhe e adhurimit, një legjendë e madhe e thirrjes dhe jo rastisht është prej 5 profetëve të dalluar ulul azm që Allahu xhalla xhelaluhu e ka zgjedhur, pra 2 kanë qenë para tij, Nuhi a.s. dhe Ibrahimi a.s. Edhe 2 do të jenë pas tij, Isa a.s. dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ky prej këtyre 5 është në mes, në kuptim kronologjik të renditur sipas kohës që ata kanë jetuar. Musa a.s. mbetet dhe mësimet e tij mbeten të shumta, ne kemi edhe ngjarjet të shumta që i kanë ndodhur atij, edhe ajo ngjarja e lopës që njihet kur ai ka kërkuar që Allahu pra e quan një surja Al-Baqara, kush keni interesim mund të gjeni dhe të ulumtoni për pse është quajtur dhe cila është ajo lopa, lidhet prapë me Musa a.s. dhe lidhet se si ata sa Musa i jepte një urdhër, ata kërkonin sqarime dhe këto stërhollime e mundonin Musa a.s. shumë, por të gjithë ju bëri sabër dhe durim. Këtu do të përfundojmë këtë takim të sonte me dëshirën që të takohemi përsëri në javën tjetër me profet të radhës, me ngjarje të radhës nga libri i Allahut me popujt e Kuranit. Qëndroni akoma me programet dhe emisionet të tjera të PIS TV-s. Nga unë keni përshëndetjen time. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.